Ndryshimi i perspektivës është sfida e re e drejtësisë. Ky ishte mesazhi që dha ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato në një konferencë që në thelb kishte marrëdhënien mes medias dhe gjyqësorit. Arritja e standardeve europiane nuk bëhet vetëm me miratimin e ligjeve, por edhe përmes punës së përditshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse ju do të jeni ata që do të siguroheni që ligji të zbatohet. Institucionet nuk krijohen vetëm nga ligjet, por kërkojnë edhe ndryshim kulture. Unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Duhet të mishëroni kulturën e pavarësisë së drejtësisë, jo vetëm me ligje, por edhe me sjellje profesionale dhe udhëheqje morale. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela thotë se ndryshimi i qasjes kërkon kohë, sepse është një marrëdhënie e themeluar në vazhdimsi. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshme në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Perceptimi publik arriti nivele negative rekord për gjatë 10-15 viteve të fundit dhe rikuperimi i besimit do të jetë i vështirë. Drejtori i shkollës së magjistraturës inkurajoi median të mos hesht për çështjet me interes publik, por sipas disa kufive të shëndetshëm. Është në përballje me atë që është filluar të quhet gjykim paralel ose gjykatë publike. Në momente ku publikohet emri i dyshuari, ku transmetohen pamje nga arrestimi, kur komentues, analist apo përdorues të rrjeteve sociale nxitojnë të japin verdikte, krijohet një realitet paralel me procesin gjyqësor. Dhe në këtë realitet, perceptimi shpeshherë zëvendën e provës. 38 gjyqtarë dhe 25 prokurorë të rinj do t'i bashkohen së shpejti sistemit gjyqësor, duke rritur kështu edhe numrin e magjistratëve që i mungojnë.